Në një vil të veçuar, një festë ditëlindjeje kthehet në heshtje dhe vetmi. Derisa një djalë i thjesht, i paftuar, troket në derë me një buzëqeshje dhe një kërkesë të sinqertë. Festi i thjesht ndes shkëndijën e një misie që do t'ua ndryshojë jetën përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Vila e ndërtuar në pikën më të lartë të kodrës së diellit dukej se sfidonte qiellin e Tiranës me arkitekturën e saj madhështore. Dritaret e mëdha pasqyronin diellin e pasdites së shtunës, ndërsa kopshti i kuruar me përpikërisht faqe të trëndafila të bardhë që dukej se nuk kishin guxim të parfumosnin atë heshtje të rëndë. Artan Basha qëndronte në hollin e hyrjes, me duart në xhepat e xhaketës gri të prerë në mënyrë perfekte, duke vëzhguar sallën e festës të përgatitur me një përsosmëri që të lëndonte sy. Tullumbace roz dhe Leila formonin harqe delikate mbi tryezën kryesore. Torta, një vepër arti në formën e një kështjelle trekatëshe, shkëlqente në dritat e buta. Kishte ëmbëlsira me krem, çokolata të vogla, kek të zbukuruar me personazhe vizatimor, një tryezë me lëngje frutash natyrale dhe pije freskuese të rreshtuara si ushtar në formacion. Kloni i kontraktuar priste në një cep, duke rregulluar parukën shumë ngjyrshe dhe duke provuar numra me topa që dukej se notonin në lëvizje të ngadalë. Gjithçka ishte perfekte. Absolutisht gjithçka. Dhe pikërisht për këtë, gjithçka ishte tmerrësisht gabim. Artani ndjeu nyjen e një orë t'i shtrëngonte fytin. Ishte pothuajse ora 3 e pasdites. Festa kishte filluar në orën 2. Ai pa orën zvicerane në kyçin e dorës, sikur të mund ta detyronte kohën të kthehej pas, të sillte mbrapsht ato 28 ftesa që ishin dërguar 3 javë më parë. 28 fëmijë nga shkolla e lirës. 28 familje që ishin përzgjedhur me kujdes. 28 përgjigje që erdhen njëra pas tjetrës me justifikime të sjellshme, formale, boshe. Angazhime të paanulueshme. Udhëtime të planifikuara prej muajsh. Ftoje të papritura. Ditëlindje të kushërinjve të largët. Lista e justifikimeve ishte kreative, duhej ta pranonte. Por në thelb, Artani e dinte të vërtetën që askush nuk guxonte ta thoshte me zë të larë. Që nga aksidenti. Gjithmonë kthehej tek aksidenti. Kishin kaluar tashmë 3 vjet, por plaga mbetej e hapur, duke gjakosur në heshtje në korridoret e asaj shtëpie tepër të madhe, tepër të zbrazët. Ai ende mund të dëgjonte zhurmën e frenave që nuk funksionuan, zërin e dëshpëruar të Valbonës duke thirrur emrin e së bijës, përplasjen e shurdhët të metalit me shtyllën. Dhe pastaj heshtjen shurdhuese të spitalit, erën e antiseptikut, mjekët me fjalët e tyre teknike që përpiqeshin të zbusnin të padurueshmen. Dëmtim i palcës kurrizore. Paraplegji. Karrocë invalidi. Rehabilitim. Fjalë që u shndërruan në fjalorin e ri të jetës së tij, duke zëvendësuar ëndrat për ta parë lirën të kërcente balet, të vraponte në kopsht, të ngjitej në pemë. Valbona nuk e duroi dot. Artani gëlltiti me vështirësi kur kujtoi. Ajo nuk e duroi dot fajin që ishte ajo në timon atë ditë, që nuk kishte arritur ta shmangte aksidentin, që e shite të bien në atë gjendje. Nuk i duroi dot vështrimet plot mëshirë, pyetjet delikate, rutinën e fizioterapive dhe vizitave të pafundme. 6 muaj më vonë, ajo bëri valixhet dhe u nis për në Evropë, duke premtuar se do të kthehej kur të ishte më e fortë, kur të arrinte ta përpunonte gjithë atë. Por Artani e dinte se ajo nuk do të kthehej. Disa njerëz i ikin dhimbjes. Të tjerë, si ai, mësojnë të jetojnë me të, ta mbajnë si dikush që mban një çantë shpine të rëndë që nuk mund ta heqë kurrë. Një zhurmë e lehtë rrotash mbi dyshemen e mermert e shkëputi nga mendimet. Artani u kthye dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi kur pa lirën të hynte në sallën e festës. Drita, kujdestarja që ishte bërë më shumë familje se sa punonjëse, e shtynte karrocën me kujdes, por ishte e dukshme që lira donte të merrte. Kontrollin. Vajza i mbante rrotat me duart e vogla, duke u përpjekur të shtyej vetë, me atë vendosmëri që gjithmonë e impresiononte Artanin. Lira ishte e bukur. Drita i kishte zgjedhur një fustan Leila me detaje dantele të bardhë, që kombinohej në mënyrë perfekte me tullumbace. Flokët gështenjë të qelet, të gjatë dhe me onde si të sëmës, ishin lidhur në 2 bishtaleca të zbukuruar me fjongo roz.
Ajo mbante një kuror princeshe që shkëlqente në dritë dhe në këmbë, këpucë të bardha baleti që kur nuk do të preknin dyshemen për të kërcyer, por që ajo kishte këmbëngulur t'i vishte sepse, sipas fjalëve të saj, çdo princesh ka nevojë për këpucë të bukura. Sytë e Lirës, ata sy të mëdhenj ngjyrë kafe që dukej se ruanin mençurinë e dikujt shumë më të rritur, përshkuan sallën e zbrazët. Artani pa kur shpresa ende e pranishme në fytyrën e saj filloi të lëkundej, si një qiri gati për të ushuar. Ajo pa nga dera kryesore, pastaj nga jati, pastaj përsëri nga dera. Po priste. Ende besonte se dikush do të vinte. Babi, shokët janë vonuar, pyeti Lira, dhe zëri i saj kishte atë tonin e kujdesshëm të dikujt që tashmë e di përgjigjen, por ende refuzon ta pranoj. Artani eci drejt saj, u gjunjëzua pranë karrocës dhe i mbajti dorën e vogël mes të tijave. Fjalët që duhej të thoshte ishin bllokuar diku mes zemrës dhe fytit, duke luftuar për të mos dalë në formën e një dënese. Lira, princesha ime, filloi ai, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm, ndonjëherë njerëzit kanë angazhime të minutës së fundit. Por ne jemi këtu dhe do ta bëjmë këtë festë më të veçantë nga të gjitha, në rregull? Lira pohoi me kokë, por Artani pa kur një lot i vetmuar i rëshiti në përfaqe. Ajo e fshiu shpejt me kurrizin e dorës, sikur të donte të fshite zhgënjimin, të mbronte të atin nga dhimbja e saj. Kjo e theu Artanin në një mënyrë që asnjë mbledhje biznesi e dështuar apo rënje e aksioneve të kompanisë nuk do të arrinte kurrë. Drita u afrua, me sytë gjithashtu që i shkëlqenin nga lotët e përmbajtur, dhe i vuri një dorë në shpatullën e Lirës. Do t'i këndojmë shumë urime, bukuroshja ime? Kloni po pret të bëj magji vetëm për ty. Lira ra dakord me një lëvizje koke, duke sforcuar një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Kloni u afrua duke bërë pirueta të egzageruara, duke nxjerrë shami shumë ngjyrëshe nga vendet të pamundura, duke u përpjekur të nxirrte të qeshura nga ajo audiencë prej 3 personazh të humbur në një sallë të përgatitur për 30. Ai ishte i zoti në atë që bënte, Artani duhej ta pranonte. Bëri të shfaqej një pëllum nga brenda një cilindri, shndërroi një pecet në një trëndafil, mbajti në ekuilibër pjata ndërsa ecte mbi një litar imagjinar. Lira duartrokiste me edukat, por ishte e qartë se çdo trup magjik, çdo shaka e provuar, vetëm sa theksonte zbrazëtin përreth. Kur erdhi koha për të kënduar shumë urime, drita ndezi 8 qirinj shumë ngjyrësh të ngulur në kështjellën prej çokolate. Artani dhe ajo kënduan së bashku, zërat e tyre duke bërë jehon nëpër sallën e madhe, duke u humbur në cepat e dekoruar ku duhej të ishin zërat e 28 fëmijëve të tjerë. Lira mbylli syt, bëri një dëshirë në heshtje dhe i fryu qirinjt me gjithë forcën që arriti të mblidhte. Artani pyeti veten se çfarë kishte dëshiruar. Shok? Mamin përsëri? Të ecte sërish? Apo thjesht që ajo torturë të mbaronte sa më shpejt? Po fillonin të prisnin tortën kur ra zilja e derës. Artani ndjeu një valë shprese iracionale. Ndoshta një nga familjet kishte ndryshuar mendje. Ndoshta dikush kishte pasur një vonesë të vërtetë dhe po arrinte tani. Ai pothuajse vrapoi drejt derës me zemrën që i rrite më shpejt, duke u ndjerë qesharakisht shpresplot për një burr 42 vjeçar që kontrollonte një nga kompanitë farmaceutike më të mëdha të vendit. Por kur hapi derën, nuk gjeti asnjë nga familjet që kishte ftuar. Në vend të tyre, pa një djalë të dobët, rreth 9 ose 10 vjeç, i veshur me pantallona të shkurtra jeans të zbardhura dhe një bluzë të verdhë me një superhero të stampuar që Artani nuk e njohu. Vizatimi ishte i konsumuar, pothuajse i padukshëm nga larjet e shumta. Atletet e djalit ishin të vjetra, me një lidhse të arnuar, por të pastra. Sytë e tij të errët shkëlqenin me një përzierje turpi dhe vendosmërie, dhe ai mbante në duar një pako të vogël, të mbështjell me letër dhuratash që ishte qartësisht e ripërdorur, me palosjet dhe shenjat e një përdorimi të mëparshëm. Mirdita, zotëri, tha djali, dhe Artani vuri re se zëri i tij dridhej lehtë, por ishte i sjellshëm, i kujdesshëm. Pash tullumbacet dhe dëgjova se kishte një festë. Është ditëlindja e dikujt? Artani puliti syt, i habitur. Pa përtej djalit, duke u përpjekur të identifikonte nëse kishte ndonjë të rritur pranë, ndonjë përgjegjës. Por djali ishte vetëm. Në distancë, poshtë në rrezet të kodrës, Artani arrinte të shihte lagjen e banesave sociale nga ku me siguri vinte djali. Pallate të thjeshta, të lyra me ngjyra të zbehta, me rroba të varura në balkone dhe antena parabolike që mbinin nga çatit si kërpudha metalike. Po, u përgjigj Artani, ende duke përpunuar situatën. Është ditëlindja e vajzës sime, Lirës.
Ajo mbush 8 vjeç. Djali buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e sinqertë, pa gjurmë keqdashjeje apo qëllimesh të dyta. Unë jam 9. Emri im është Besnik. Kam sjell një dhuratë. Nuk është shumë e madhe, por gjyshja më ndihmoi ta bëja. Ai i zgjati pakon Artanit dhe ishte një gjest kaq i thjeshtë, kaq i pastër, saqë Artani ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit të tij, diçka që kishte mbetur e fjetur për një kohë të gjatë. Artani hezitoi. Një pjesë e tij donte ta falenderonte me mirësjellje dhe ta përcillte djalin. Një pjesë tjetër, megjithatë, kujtoi fytyrën e Lirës kur kuptoi se askush nuk do të vinte. Kujtoi zhgënjimin në sytë e saj, mënyrën se si e kishte fshirë atë lot të vetmuar. Dhe atëherë, para se të mund të mendonte shumë për pasojat, dëgjoi veten duke thënë, dëshiron të hysh, Besnik? Të marrësh pjesë në festë? Sytë e djalit u ndriçuan sikur Artani sapo t'i kishte ofruar gjithë botën. Vërtet? Edhe pa ftesë? Mundem vërtet? Po, mundesh, u përgjigj Artani dhe duke e hapur derën më gjerë, ndjeu sikur po hapte diçka më të madhe, diçka që ende nuk e kuptonte plotësisht. Besniku hyri në vil me hapa të kujdesshëm, me sytë e zgurdulluar duke përthithur çdo detaj. Dyshemeja e mermert, llambadari i kristalt në tavan, veprat e artit në mure, mobiljet që dukej se kishin dalë nga revistat e dekorimit. Artani vëzhgoi reagimin e djalit dhe kuptoi se nuk kishte zili aty, vetëm admirim të pastër, kuriozitet fëmijëror. Besniku dukej se po hynte në një kështjell përallash dhe shpreha e tij ishte e dikujt që besonte në magji. Kur arritën në sallën e festës, Lira ngriti syt nga feta e tortës që drita sapo i kishte vënë përpara. Vështrimi i saj takoi atë të Besnikut dhe Artani pa diçka të jashtëzakonshme të ndodhte. Fytyra e Lirës u transformua. Sytë i shkëlqyen. Buzët ju përkulën në një buzëqeshje të vërtetë, buzëqeshja e parë e sinqertë prej muajsh. Ajo e lëshoi pirunin në pjatë dhe e shtyu karrocën drejt derës. Besnik. Ti je, thiri Lira, dhe në zërin e saj kishte surprizë dhe gëzim të përzier. Ti erdhe në festën time. Artani rudhi vetullat i hutuar. E njeh ti, Lira? Vajza pohoi me entuziazëm, me sytë të ngulitur te djali. Ai banon aty poshtë, babi. E shon ndonjëherë kur jam te dritarja e dhomës sime. Njëherë po ngrinte një balon letre dhe ajo u ngrit aq lart sa pothuajse arriti këtu lart. Unë e përshëndeta me dorë dhe ai ma ktheu. Nuk kemi folur kurrë, por e dija se ishte djalë i mirë. Besniku u afrua, ende duke mbajtur dhuratën, tani pak të rrudhur nga ankthi. Edhe unë të shija atje lart, tha ai, dhe zëri i tij ishte i butë, i sinqertë. Gjithmonë kam dashur të takoja. Kur pash tullumbacet, mendova se ndoshta sot ishte dita. Gëzuar ditëlindjen, Lira. Ai i zgjati dhuratën dhe Lira e pranoi me një nderim që ja shtrëngoi zemrën Artanit. Ajo e grisi letrën me kujdes duke zbuluar një kornizë të thjeshtë druri, të pikturuar me dorë me ngjyra të gjalla. Brenda saj ishte një vizatim i bërë me lapsa me ngjyra që portretizonte një vajzë në një karrocë invalidi që notonte mes rreve dhe yjeve, e rrethuar nga zogj shumë ngjyrësh. Në këndin e poshtëm, e shkruar me shkronja fëmijërore por të rregullta, lexoi, për vajzën që banon mes rreve. Lira e mbajti kornizën në gjoks me sytë e përlotur. Është dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë, përshpëriti ajo, dhe Artani e dinte se nuk ishte egzagerim. Asnjë nga lodrat e shtrenjta që ai kishte bler, asnjë nga kukullat e importuara apo lojrat elektronike nuk kishin provokuar atë reagim. Besniku buzëqeshi, qartësisht i lehtësuar. Gjyshja më ndihmoi me kornizën. Ajo tha se çdo vepër arti ka nevojë për një kornizë të bukur. Dhe unë e bëra vizatimin duke menduar për ty sepse ti banon aq lart sa duhet të arrish të shohësh gjithçka nga atje lart, edhe rreth. Po, arri, ra dakord Lira, e emocionuar. Nga dritarja ime shoh gjithë qytetin. Është sikur po fluturoj. Duhet të jetë fantastike, tha Besniku, dhe pastaj, pa hezituar, pyeti, dëshiron ta shtyj unë karrocën tënde? Mund të luajmë gara, ose anije kozmike, ose çfarë të duash ti. Artani u tensionua, duke pritur reagimin e Lirës. Ajo ishte e ndjeshme për karrocën, për njerëzit që e trajtonin ndryshe, me mëshirë apo siklet. Por me Besnikun, ishte ndryshe. Ai nuk e shikonte karrocën sikur të ishte një tragjedi. E shikonte sikur të ishte pjesë e saj, po aq e natyrshme sa sytë e saj ngjyrë kafe apo bishtalecat e saj.
nuk kishte mëshirë aty. Vetëm pranim. Po, dua, u përgjigj Lira me zërin plot entuziazëm. Do të bëjmë sikur karroca ime është një anije kozmike dhe ne po eksplorojmë planet të largët. Dhe kështu, në sallën e madhe që pak çaste më parë dukej si një mauzole shpresash të humbura, dy britma gëzimi filluan të bënin jehon. Besniku e shtynte karrocën në rrath ndërsa Lira shtrinte krahët si krah, duke bërtitur komanda imagjinare për të shmangur nga asteroid të padukshëm. Ata shpikën se torta ishte një mal me borë në një planet të ngrirë, se çokollatat ishin meteor të çmuar që duheshin mbledhur, se kloni ishte një alien miqësor nga një sistem diellor i largët. Artani u mbështet në mur duke vëzhguar, duke ndjerë diçka të ngrohtë dhe të panjohur të rritej në gjoksin e tij. Drita ishte pranë tij, duke fshirë lotët që i rridhnin lirshëm në përfaqe. Kloni, duke kuptuar se më në fund kishte një audiencë të vërtet, u zhyt në lojë me entuziazëm të përtërir, duke u bërë kapiteni i një anije rivale në një betejë hapësinore ku askush nuk humbiste, vetëm fitonin të qeshura. Pasditja u shndërrua në diçka magjike. Besniku provoi të gjitha ëmbëlsirat, duke deklaruar se çokollatat ishin shpikja më e mirë e njerëzimit. Ai dhe Lira krijuan një histori të hollësishme për dy eksplorues hapësinor që zbulonin qytetërime të humbura mes hyjeve. Karroca pushoi së qeni një kufizim dhe u bë një mjet aventure, e transformuar nga imagjinata në karrocë mbretërore, anije, kapsul teletransportimi. Në një moment të caktuar, Lira donte t'i tregonte besnikut dhomën e saj. Artani i shoqëroi duke u ngjitur shkallëve ndërsa Drita e çoi karrocën me ashensorin e instaluar anash. Dhoma e Lirës ishte një univers në vetvete. Mure të lyra me lejla të butë, rafte plot me libra dhe kukulla, një koleksion mbresëlënës puzzle-ash të montuar dhe të kornizuar, dhe dritarja e madhe që shihte nga qyteti. Besniku ju afrua dritares me sytë e zgurdulluar. Wow, nga këtu duket gjithçka vërtet. Shiko, arrit ta shoh pallatin tim. Ai tregoi me gisht lagjen e banesave sociale aty poshtë, dhe Lira e afroi karrocën për të parë bashkë. Cili është i yti? Pyeti ajo. Ai i verdhi, kati i tretë, dritarja e katërt. I sheh ato rroba blu të varura? Aty është. Unë banoj me gjyshen, babin dhe mamin. Familja jote duket e mirë, komentoi Lira, dhe në zërin e saj kishte një fije melankolie që Artani e njohu. Ishte malli për të ëmën, gjithmonë i pranishëm, gjithmonë i dhimbshëm. Po, është, u përgjigj besniku. Gjyshja ime bën byrekun më të mirë në botë. Dhe babi im punon si shofer autobusi urban, kështu që e njeh gjithë qytetin. Dhe mami im është ndihmës kuzhiniere në një shkollë. Ajo gjithmonë sjell vizatime që bëjnë fëmijët për ne. Sa bukur, tha Lira. Mami im banon larg tani. Por babi im është gjithmonë këtu, dhe Drita gjithashtu. Ata kujdesen për mua. Shtëpia jote është shumë e madhe, vuri në dukje besniku. Rri vetëm këtu brenda? Ndonjëherë, pranoi Lira. Është tepër e madhe. Ndonjëherë do të doja të ishte më e vogël, e di? Më e ngrohtë. Siç duhet të jetë e jotja. Besniku mendoi për një moment. Te shtëpia ime është vogël, por ka dashuri. Gjyshja ime gjithmonë thotë se shtëpia e mirë nuk është ajo që ka shumë hapësirë, por ajo që ka shumë përkëdheli. Artani, duke dëgjuar këtë nga ku ishte, ndjeu fjalët të godisnin diçka të thellë brenda tij. Kur ishte hera e fundit që ajo vil ishte mbushur me përkëdheli, me ngrohtësi njerëzore të sinqertë? Ai punonte 16 orë në ditë, kthehej në shtëpi raskapitur, hante darkë vetëm në zyrë ndërsa rishikonte raporte. Lira kishte gjithçka që parat mund të blinin, por ai kur nuk ishte ndalur të pyeste nëse ajo kishte atë që parat nuk mund ta blinin. Pranin. Lidhjen. Një familje të vërtetë. Dielli po fillonte të perëndonte kur besniku më në fund tha se duhej të largohej. Lira ja mbajti dorën më gjatë se ç'duhej, sikur të kishte frikë se duke e lëshuar, ai do të zhdukej dhe gjithçka do të kthehej si më parë. Do të kthehesh, besnik? Do të jesh shoku im i vërtet? Pyeti ajo, dhe brishtësia në atë pyetje ishte si një thik në gjoksin e Artanit. Po, do të kthehem, premtoi besniku, serioz. Shokët e vërtet nuk zhduken. Gjyshja ime gjithmonë thotë se miqësia është si një bim, duhet ta ujitësh çdo ditë që të rritet e fortë. Atëherë unë do ta ujis miqësinë tonë çdo ditë, deklaroi Lira, e vendosur. Artani e shoqëroi besnikun deri te dera.
para se ta linte të ikte, i vuri dorën në shpatull djalit. Faleminderit, besnik. Ti nuk e di sa shumë ka vlerë prania jote sot. Besniku buzëqeshi, atë buzëqeshje që dukej se ndriçonte gjithçka përreth. Ishte festa më e mirë ku kam qenë ndonjëherë, zoti Artan. Edhe pse në fillim nuk isha i ftuar, prapse prap ishte më e mira. Ti je i mirë pritur këtu gjithmonë, besnik. Gjithmonë, tha Artani, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, e tha me gjithë zemër. Pasi besniku u largua, duke zbritur rrugën e Pierrët drejt lagjes së banesave sociale, Artani u kthye brenda dhe gjeti Lirën në dhomë, duke mbajtur kornizën që djali i kishte bërë. Ajo e pa të atin me një shkëlqim në sy që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Sot ishte ditëlindja më e bukur e jetës sime, babi, tha ajo. Jo sepse kishte festë të madhe apo shumë dhurata, por sepse bëra një mik të vërtetë. Një mik që më sheh siç jam, jo si vajza me karrocë invalidi. Artani u gjunjëzua pranë karrocës dhe e përqafoi të bien, duke ndjer lotët më në fund të rridhnin lirshëm. Ke të drejtë, princesha ime. Ke plotësisht të drejtë. Dhe unë premtoj se do ta bëjmë këtë miqësi diçka të veçantë. Do të kujdesemi për të, do ta ujisim, siç tha besniku. Atë natë, pasi Lira fjeti e përqafuar me kornizën, Artani qëndroi te dritarja e dhomës së tij, duke parë qytetin që shtrihej poshtë. Mund të shihte dritat e lagjes së banesave sociale ku banonte besniku. Mendoi për thjeshtësinë e asaj shtëpie të vogël që djali kishte përshkruar, plot dashuri dhe fasule shtëpie. Mendoi për vilën e tij, me të gjithë metrat e saj katror të zbrazët dhe jehues. Dhe për herë të parë në 3 vjet që nga aksidenti që ndryshoi gjithçka, Artani i lejoi vetes të pyeste nëse po e jetonte jetën në mënyrën e duhur. Nëse po i jepte Lirës atë që ajo vërtet kishte nevojë. Nëse po ishte babai që ajo meritonte. Një far ishte mbjell atë ditë. E vogël, e brisht, por plot gjallëri dhe mundësi. Artani nuk e dinte ende, por ajo pasdite kishte shënuar fillimin e një transformimi që do të ndryshonte jo vetëm jetën e tij dhe të Lirës, por jetën e të gjithë atyre që i rrethonin. Sepse ndonjëherë mjafton t'i hapësh derën një të huaj me zemër të pastër që e gjithë struktura e ndërtuar me kujdes e ekzistencës son të fillojë të shembet, duke i lënë vend diçkaje të re, diçkaje të vërtet, diçkaje që vërtet ja vlen. Dhe ndërsa nata binte mbi Tiranë në 2 shtëpit, njëra në maj të Kodrës dhe tjetra në rrezet të saj, 2 fëmijë ëndërronin për aventura hapësinore, për miqësi të vërtetë, për një botë ku karrocat e invalidëve ishin anije kozmike dhe ndryshimet ishin thjesht detaje pa rëndësi. Dhe një burr i fuqishëm, i mësuar të kontrollonte perandori dhe të merrte vendime që ndikonin mira jetë, e gjeti veten plotësisht të humbur, pa ditur se ç'drejtim të merrte, por për herë të parë pas shumë kohësh i gatshëm të mësonte. Ditët që pasuan festën e ditëlindjes sollën një ndryshim të hollë, por të thellë në rutinën e vilës së familjes Basha. Besniku filloi të shfaqej rregullisht, gjithmonë në fund të pasditeve, pasi mbaronte detyrat e shkollës. Ai e ngjiste Kodrën në këmbë, një udhëtim prej gati 20 minutash në ndjellin e nxehtë të Tiranës, por gjithmonë arrinte duke buzëqeshur, me faqet e skuqura nga sforcimi dhe sytë që i shkëlqenin nga pritja. Artani vëzhgonte, i magjepsur, se si ajo prani e thjesht transformonte gjithçka përreth. Vila që më parë dukej si një mauzole i heshtur tani jehonte me të qeshura, lojra, biseda të gjalla. Lira ishte ndryshe. Zgjohej më herët, zgjidhte rrobat e saj me kujdes, bënte ushtrimet e fizioterapisë me entuziazëm të përtërir, sepse donte të bëhej më e fortë për aventurat që ajo dhe besniku shpiknin. Drita komentonte se nuk e kishte parë vajzën kaq të gjallë që para aksidentit, dhe fjalët e saj mbanin një përzierje gëzimi dhe melankolie, si dikush që dëshmon një mrekulli të vogël por domethënëse. Besniku kur nuk vinte duar bosh. Ndonjëherë sillte vizatime që kishte bërë gjatë mësimit, gjithmonë me tema superheronish, anijesh kozmike apo dragonish miqësor. Herë të tjera, sillte histori që i tregonte gjyshja e tij, rrëfime për mirësinë, guximin dhe miqësinë e vërtetë. Një pasdite u shfaq me një origami të ndërlikuar të një zogu që kishte mësuar ta bënte në një kurs falas në qendrën komunitare. Ai i mësoi Lirës të paloste letrën, duke i udhëhequr duart e vogla me durim të pafund, derisa ajo arriti të krijonte zogun e saj prej letre. Ata i varën krijimet në dhomën e Lirës, duke e transformuar tavanin në një qiell privat me zogj shumë ngjyrësh që dukej se fluturonin në formacion. Artani filloi të kthehej më herët në shtëpi.
Anulonte mbledhje, delegonte detyra që më parë I konsideronte të pasvendësueshme, gjithçka për të qenë I pranishëm në ato momente. Ulej në mënyrë diskrete në një cep të dhomës, duke bërë sikur lexonte raporte, por në të vërtetë vëzhgonte 2 fëmijët duke luajtur. Besniku kishte një dhunti të natyrshme për t'i përshtatur lojrat kufizimeve fizike të lirës, pa e bërë kurrë atë të ndiej inferiore. Kur luanin lojra tavoline, ai poziciononte gurët në mënyrë që lira t'i arrinte lehtësisht. Kur krijonin histori, karroca gjithmonë kishte një rol qendror në rrëfim, e transformuar në fron, mjet magjik apo bazë operacionesh sekrete. Por ajo që e impresiononte më shumë Artanin ishte mënyra se si besniku përballonte momentet e vështira. Një pasdite, Lira pati një krizë dhimbjeje në shpinë, diçka që ndodhte her pas here për shkak të qëndrimit të gjatë në karrocë. Lotët I rodhen në përfaqe dhe Artani ndjeu atë pa fuqi të një orë t'i shtrëngonte gjoksin. Ai kur nuk dinte si ta menaxhonte mirë dhimbjen e së bijës. Thëriste mjek, rregullonte medikamente, por kur nuk dinte çfarë të thoshte, si ta ngushëllonte. Besniku, megjithatë, thjesht tërhoqi një karrige pranë Lirës, I mbajti dorën dhe filloi të tregonte një histori. Nuk ishte një histori do si do, por një rrëfim për një princeshë luftëtare që përballej me dragonj me guxim, edhe kur gjithçka I dhimbte, sepse e dinte se pas tuis gjithmonë vinte ylberi. Zëri I besnikut ishte I butë, ritmik, dhe pak nga pak Lira u relaksua, frymëmarrja e saj u kthye në normalitet, muskujt e tensionuar u liruan. Kur dhimbja kaloi, ajo pothuajse po flinte dhe besniku vazhdoi të qëndronte aty, duke I mbajtur dorën derisa ajo u zgjua. Artani u prek thellësisht. Ai djalë 9 vjeçar kishte një mençuri emocionale që shumë të rritur nuk e zhvillonin kurrë. Dhe ai filloi të pyeste veten se nga vinte kjo. Çfarë kishte familja e besnikut që familja e tij e kishte humbur? Çfarë mund të mësonte ai nga ata njerëz të thjeshtë që jetonin në një apartament të vogël në lagjen e banesave sociale? Ishte me këtë mendim që Artani vendosi, 2 javë pas festës, t'i bënte një vizitë familjes së besnikut. Ai nuk I lajmëroi më parë, nga frika se do të refuzonin ose do të përgatiteshin në një mënyrë artificiale. Donte të shihte realitetin, jo një version të redaktuar për të impresionuar biznesmenin e pasur të Kodrës. Ishte një eshtun me diell kur Artani zbriti Kodrën me makinë, me Lirën në sediljen e pasme, karrocën e palosur në bagazh. Drita I shoqëronte, duke mbajtur një shport me dhurata që kishte këmbëngulur ta përgatiste, me fruta të importuara, çokolata të shtrenjta dhe një verë të mirë. Artani kishte rënë dakord për shportën, megjithse dyshonte se ato dhurata mund të krijonin më shumë siklet se sa mirënjohje. Lagja e banesave sociale ishte shumë ndryshe e parë nga afër. Pallatet peskatëshe kishin bojë të qëruar në disa vende, por kishte vazo me lule në balkone, fëmijë që luanin në oborin qendror, zonja të moshuara që bisedonin ulur në karrige plastike nën hijen e një peme të harlisur. Kishte jetë aty, lëvizje, tinguj njerëzimi. Artani parkoi makinën e importuar, duke vënë re vështrimet kurioze që tërhiqte dhe ndihmoi dritën të përgatiste Lirën në karrocë. Kati I 3, dera e 4, përshpëriti Artani, duke kujtuar udhëzimet që I kishte kërkuar besnikut një ditë më parë. Ashensori ishte prishur, sipas një njoftimi të shkruar me dorë të ngjitur në derë, kështu që ata u ngjitën nëpër shkallë. Artani e mbajti Lirën në krah, ndërsa drita mbante karrocën e çmontuar. Nuk ishte hera e parë që e bënte këtë, por ngjitja e 3 kateve me të bien në krah e bëri të gulçonte, duke I kujtuar se kalonte shumë kohë ulur në zyra dhe pak kohë duke u kujdesur për veten. Dera e apartamentit ishte pak e hapur dhe Artani dëgjoi zëra brenda, muzikë të butë radioje, erën e pagabueshme të ushqimit shtëpiak. Ai trokiti lehtë në derë dhe sekonda më vonë u shfaq besniku, fytyra e të cilit u ndriçua kur I pa. Lira. Zoti Artan. Keni ardhur. Djali e hapi derën plotësisht dhe Artani pati pamjen e parë të brendësisë së apartamentit. Ishte I vogël. Shumë I vogël. Dhoma e ndenjes dhe kuzhina ishin praktikisht një ambient I vetëm, të ndara vetëm nga një banak I ulët. Mobiljet ishin të thjeshta, disa qartësisht të vjetra, por gjithçka ishte pa të meta e pastër dhe e organizuar. Muret kishin foto familjare në korniza të lira, por të rregulluara me kujdes. Kishte perde të qepura me dorë, jastëk me qëndisma delikate, një divan I vjetër por I mbuluar me një batanie shumë ngjyrëshe që fshihte të çarat. Dhe kudo, kishte prekje dashurie.
Bim në kanaçe kakaoe të pikturuara, një tapet me arna në dy sheme, libra të grumbulluar me kujdes në një raft të improvizuar me arka pazari. Një grua e moshuar u shfaq nga kuzhina duke fshirë duart në një përparse me lule. Artani e kuptoi menjëherë se ishte gjyshja e besnikut. Ajo kishte flokë të thinjur të lidhur në një topuz, sy të errët që rrezatonin mirësi dhe një buzëqeshje që ndriçonte gjithë fytyrën e saj të rrudhur. Ishte e dobët, me shtat të shkurtër, por kishte një dinitet në qëndrimin e saj që menjëherë impononte respekt. Mirë se erdhët, tha ajo, me zërin e butë por të vendosur. Unë jam Fatimja, gjyshja e besnikut. Çfarë gëzimi t'ju presim në shtëpinë tonë? Ju lutem, hyni, ndihuni si në shtëpinë tuaj. Artani hyri duke mbajtur lirën dhe drita e ndoqi me karrocën dhe shportën. Ai u ndje papritur në siklet, sikur po pushtonte një hapësirë të shenjtë. Fatimja e mori shportën nga duart e dritës me një buzëqeshje të butë, por Artani vuri re një siklet të lehtë në sytë e saj kur pa ekstravagancën e dhuratave. Nuk duhej të shqetësoheshit, tha Fatimja, por e vlerësojmë mirësinë. Uluni, ju lutem. Sapo po përgatisja drekën. Prisni të thëras gëzimin dhe teutën. Ajo u zhduk në një korridor të ngushtë dhe pak çaste më vonë dy të rritur hynë në dhomë. Babai i besnikut, Gëzimi, ishte një burr i gjatë dhe i fortë, me lëkurë esmere të rregjur nga dielli, duar të mëdha dhe me kallo të dikujt që punon rënd. Kishte veshur një bluzë të thjeshtë dhe pantallona jeans dhe shtrëngimi i tij i dorës ishte i fortë por i butë. Teuta, e ama, ishte një grua me buzëqeshje të ndrojtur dhe sy të mirë, e veshur me një fustan të thjeshtë pambuku dhe shapka. Kishte gjurmë lodhjeje në fytyrën e saj, por edhe një qetësi që Artani rrallë e shihte te njerëzit që njihte. Është një ndër t'ju presim, tha Gëzimi, dhe zëri i tij kishte sinqeritetin e dikujt që nuk njeh falsite. Besniku nuk pushon së foluri për ju. Për lirën veçanërisht. Ai thotë se ajo është vajza më guximtare që njeh. Lira u skuq duke buzëqeshur. Besniku është i veçantë. Ai është shoku im më i mirë. Biseda fillestare ishte pak e tensionuar, me të dyja palët që qartësisht përpiqeshin të gjenin një terren të përbashkët. Por pak nga pak, atmosfera u ngroh. Fatimja shërbeu kafe të sapozier, të shoqëruar me byrek të ngrohtë shtëpie që shkrinte në gojë. Artani, i mësuar me kafe ekspres të importuara dhe croissant nga pasticeri franceze, zbuloi se kur nuk kishte provuar diçka kaq të mirë sa ai byrek i bërë me dashuri në një kuzhinë të vogël. Besniku e çoi lirën të shihte dhomën e tij, një hapësirë që e ndante me prindërit. Kishte një perde që ndante ambientin duke krijuar një cep për të me një krevatek, një raft plot me libra nga biblioteka e qytetit dhe vizatime të ngjitura në mure. Lira u magjeps nga koleksioni i superheronëve prej letre që besniku kishte bërë, figura të prera nga revista dhe të përforcuara me karton. Ndërsa fëmijët luanin, Artani qëndroi në dhomë duke biseduar me Gëzimin, Teutën dhe Fatimen. Dhe ishte në këtë bisedë që ai filloi të kuptonte se nga vinte mençuria e besnikut. Gëzimi tregoi për rutinën e tij si shofer autobusi urban, duke u zgjuar në 4 të mëngjesit çdo ditë, duke vozitur nëpër rrugët kaotike të Tiranës, duke u marrë me trafik, pasagjerë të stresuar dhe turne raskapitse. Por ai fliste me krenari për punën, për dinjitetin e shërbimit ndaj qytetit, për njohjen e njerëzve nga të gjitha sferat e jetës. Teuta tregoi për punën e saj si ndihmës kuzhiniere në një shkollë publike, duke shërbyer ushqim për qindra fëmijë nevojtar, për shumë prej të cilëve ajo ishte vakti i vetëm i mirëfillt i ditës. Ajo fliste me butësi për fëmijët, se si mësonte nga pafajësia e tyre, nga aftësia e tyre për të gjetur gëzim në gjërat më të vogla. Por ishte Fatimja ajo që e preku më shumë Artanin. Ajo tregoi për jetën e saj, se si kishte rritur 4 fëmijë vetëm pasi burri e la, se si kishte punuar si pastruese, larse rrobash, kuzhiniere, çdo gjë që paguante faturat. Se si kishte studiuar natën për të mbaruar shkollën e mesme në moshën 50 vjeçare, një arritje për të cilën ishte jashtëzakonisht krenare. Dhe se si u kishte mësuar fëmijëve dhe tani nipit se pasuria nuk matej me para, por me karakter, me mirësi, me aftësinë për të dashur dhe për t'u dashur. Burri im, Zoti e mëshiroft, ishte mjek, tregoi Fatimja, dhe Artani vuri re një ndryshim në zërin e saj, diçka mes krenarisë dhe melankolisë. Ai quhej Petrit. Punoi gjithë jetën duke hulumtuar mënyra për t'i bërë medikamentet e zemrës të përballueshme për fëmijët e varfër. Ishte i apasionuar pas kësaj kauze.
Thoshte se çdo fëmijë meritonte shansin për të rritur me një zemër të shëndetshme, pavarësisht se sa zero kishin prindërit në llogarinë bankare. Artani ndjeu diçka të lëvizte brenda tij. Ai punonte me medikamente, kontrollonte një nga kompanitë farmaceutike më të mëdha të vendit, por kur nuk kishte menduar në këto terma. Për të, medikamentet ishin produkte, rreshta në tabela, marzhe fitimi, strategji tregu. Ai e dinte intelektualisht se shpëtonin jetë, por kishte humbur lidhjen njerëzore me atë që do të thoshte vërtet. Petriti kaloi vite duke zhvilluar një hulumtim, vazhdoi Fatimja, me sytë që i shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Një formul për një medikament kardiak për fëmijë që do të ishte i lirë për t'u prodhuar por efektiv. Ai donte ta patentonte dhe t'i adhuronte shtetit për ta prodhuar falas. Por ai ndërroi jetë para se ta përfundonte. Një atak kardiak i papritur. Ironia nuk më shpëtoi, një studiues i sëmundjeve të zemrës i vdekur nga një e tillë. Ajo u ndal duke fshirë diskretisht sytë. Ai la të gjitha studimet e tij, shënimet e tij, të ruajtura në kuti. Unë kur nuk dita çfarë të bëja me to, nuk kam një uri shkencore për të kuptuar nëse ishte vërtet revolucionare apo thjesht ëndra e një idealisti. Artani ishte i paralizuar. Kishte diçka thellësisht të rëndësishme në atë histori, diçka që ai ende nuk arrinte ta përpunonte plotësisht. Një hulumtim mbi medikamente kardiake të përballueshme për fëmijë. Pikërisht lloji i gjës që kompania e tij duhej të bënte, por nuk e bënte sepse nuk ishte mjaftueshëm fitimpruese. Biseda u ndërprej nga të qeshurat që vinin nga dhoma. Besniku dhe Lira kishin krijuar një teatr hijesh duke përdorur një elektrik dore dhe duart e tyre, duke projektuar figura në mur. Artani dhe të tjerët shkuan të shihnin, dhe gjetën dy fëmijët plotësisht të zhytur në një histori për një kalorës dhe një princesh që shpëtonin një mbretëri nga një dragua që, në fund, ishte thjesht një dragua i vetmuar që kishte nevojë për miq. Drejka u shërbye në tryezën e vogël të kuzhinës. Fatimja kishte përgatitur një banket të thjesht por të shijshëm, oriz kokër, fasule të gatuara me përsosmëri, pulë të pjekur me erza, sallatë të freskët dhe petë shtëpie. Artani hëngri më shumë se ç'kishte ngrënë prej muajsh, i habitur nga shija e vërtetë e ushqimit të bërë me dashuri. Në vil, ai kishte një kuzhinier personal që përgatiste pjata të sofistikuara me përbërës të importuar, por asgjë nuk krahasoi me thjeshtësinë e asaj dreke të ndarë në një tryezë të ngushtë ku të gjithë prekeshin. Gjatë drekës, Fatimja tregoi histori nga fëmijëria e besnikut, se si ai kishte qenë gjithmonë një fëmijë empatik, i shqetësuar për të tjerët. Ajo kujtoi ditën kur ai ishte 5 vjeç dhe u kthye nga shkolla zbathur sepse ja kishte dhënë atletet e tij një shoku që nuk kishte fare. Ose herën kur përdori të gjitha paratë dhe kursyra për të blerë lapsa me ngjyra për një vajzë të re në shkollë që nuk kishte materiale. Gëzimi dhe Teuta dëgjonin me krenari të qartë në sy, dhe Artani kuptoi se ai fëmijë i jashtëzakonshëm ishte rezultati një edukimi të bazuar në vlera të forta dhe dashuri pa kushte. Pas drekës, ndërsa Fatimja dhe Teuta lanin enët duke refuzuar me mirësjellje ndihmën e dritës, Artani qëndroi në balkonin e vogël të apartamentit me gëzimin. Nga aty, ata mund të shihnin vilën në majë të kodrës që spikaste kundër qiellit. Duhet të jetë ndryshe të jetosh atje lart, komentoi gëzimi, pa zili në zë, vetëm kuriozitet të sinqertë. Kaq shumë paqe, kaq shumë hapësirë. Është ndryshe, ra dakord Artani. Por jo domosdoshmërisht më mirë. Ju keni diçka këtu poshtë që unë e kam humbur prej shumë kohësh. Ju keni lidhje, keni prani, keni dashuri që nuk varet nga asgjë tjetër përveç jush. Gëzimi buzëqeshi, atë buzëqeshje të dikujt që njeh të vërteta të thjeshta por të thella. Paraja është e rëndësishme, zoti Artan. Nuk do të bëj sikur nuk është. Unë e di se çdo të thotë të jesh ngushtë, të shohësh nënën tënde duke punuar deri në kockë, të shqetësohesh për faturat. Por unë gjithashtu e di se paraja kur nuk ka krijuar lidhje. Vetëm koha, durimi dhe dashuria e bëjnë këtë. Artani pa vilën duke e parë me sy të rinj. Pa pritur, ajo dukej më pak madhështore dhe më shumë e zbrazët. Një simbol i arritjeve profesionale që nuk ishin përkthyer në lumturi personale. Ai kishte ngjitur të gjitha shkallët e suksesit empresarial, por diku gjatë rrugës kishte humbur nga syt atë që vërtet kishte rëndësi. Kur erdhi koha për t'u larguar, Lira nuk donte të ikte. Ajo dhe besniku ishin bërë të pandashëm gjatë atyre pak orëve, dhe premtimi për t'u parë përsëri të nesërmen dukej shumë i largët.
Fatimja e përqafoi Lirën me butësi, duke e trajtuar karrocën sikur të ishte pjesë e natyrshme e vajzës, pa siklet apo mëshirë të tepruar. Ti je gjithmonë e mirëpritur këtu, e dashur, tha Fatimja. Shtëpia jon është e vogël, por zemra jon është mjaft e madhe për të gjithë ata që duan të hyjnë. Në rrugën e kthimit për në vil, Artani ngiste makinën në heshtje, duke përpunuar gjithçka që kishte parë dhe dëgjuar. Lira, në sediljen e pasme, bisedonte e gjallëruar me dritën se sa e ngrohtë ishte shtëpia e besnikut, se sa I shijshëm ishte ushqimi I zonjës Fatime, se si donte të mësonte të bënte byrek edhe ajo. Kur arritën në shtëpi, vila dukej edhe më e zbrazët dhe e ftohtë se më parë. Artani eci nëpër dhomat e mëdha, nëpër korridoret jehuese, nëpër kopshtin e kuruar në mënyrë perfekte por steril, dhe ndiu një zbrazëti të zgjerohej në gjoksin e tij. Ai e kishte ndërtuar gjithë atë duke besuar se po I ofronte më të mirën Lirës, se po nderonte kujtimin e asaj se si duhej të ishin gjërat. Por ndoshta ishte gabuar për atë që do të thoshte më e mira. Atë natë, pasi Lira fjeti, Artani shkoi në zyrën e tij dhe u ul para tavolinës së drurit të arrës. Pa çmimet e kornizuara në mure, certifikatat e ekselencës në biznes, fotot e tij duke shtrënguar duart me politikanë dhe njerëz të famshëm. Dhe pyeti veten se çfarë do të thoshte vërtet gjithë ajo. Çfarë po ndërtonte ai? Për kë? Për çfarë? Mendoi për hulumtimin e Dyrpetritit, të harruar në kuti në një cep të atij apartamenti të vogël. Mendoi për Fatimen, duke punuar gjithë jetën në punë të thjeshta, por duke ruajtur dinjitetin dhe mirësinë. Mendoi për gëzimin dhe teutën, duke u zgjuar para diellit për punë raskapitse, por duke u kthyer në shtëpi me dashuri të mjaftueshme për të rritur një fëmijë të jashtëzakonshëm si besniku. Dhe mendoi për veten, një burr që kishte gjithçka, por ndihej I zbrazët për brenda. Ai mori telefonin dhe formoi numrin e Ilirit, zëvendës presidentit të tij për kërkim dhe zhvillim. Ishte vonë, por Iliri gjithmonë përgjigjej, I përkushtuar deri në pikën e obsesionit ndaj punës. Ilir, kam nevojë të bësh diçka për mua, tha Artani kur tjetri u përgjigj. Ekziston një hulumtim I vjetër mbi medikamente kardiake për fëmijë që mund të ketë vlerë shkencore. I përkiste një mjeku të quajtur Dyrpetri. Dua të përdorësh kontaktet e tua, të kërkosh në arkivat e universitetit, në spitalet ku ai ka punuar. Gjeje këtë hulumtim dhe vlerësoje potencialin e tij. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Zotëri, me gjithë respektin, hulumtimet e vjetra rrallë janë të zbatueshme. Shkenca përparon shumë shpejt. Prap se prap, këmbënguli Artani. Bëje këtë për mua. Dhe Ilir? Bëje me diskrecion. Nuk dua që kjo të bëhet ende temë e këshillit. Pasi mbylli telefonin, Artani u kthye te dritarja, duke parë dritat e lagjes së banesave sociale aty poshtë. Diçka po ndryshonte brenda tij, diçka e thellë dhe e pakthyeshme. Besniku kishte hapur një derë që Artani as nuk e dinte se ishte e mbyllur. Dhe në anën tjetër të asaj dere, kishte një botë të tërë mundësish që ai kur nuk I kishte konsideruar. Jeta e Artanit gjithmonë ishte qeverisur nga numra, fitime, rritje përqindjeje, vlera e aksioneve. Por për herë të parë, ai filloi të kuptonte se ekzistonin metrika më të rëndësishme. Metrika që nuk shfaqeshin në raportet tremujore, por që përcaktonin suksesin e vërtet të një jete. Sa dashuri ke dhënë? Sa jetë ke prekur? Çfarë trashëgimi e mirësie ke lënë? Besniku, me 9 vitet e tij dhe zemrën e tij gjigante, po I mësonte një biznesmeni 42 vjeçar mësime që asnjë shkollë biznesi nuk do të mund t'ia mësonte kurrë. Dhe Artani, për herë të parë pas shumë kohësh, ishte I gatshëm të mësonte, të ndryshonte, të bëhej diçka më e mirë se ç'ishte. Rruga ishte ende e errët, plot pasiguri, por ai e dinte se duhej të përshkojë. Sepse ndonjëherë për të gjetur atë që vërtet ka rëndësi, duhet të zbresim nga maja e kodrës dhe të mësojmë nga ata që jetojnë në rrezë, ku jeta është më e vështirë por edhe më e vërtetë, ku dashuria nuk është një abstraksion por një nevojë e përditshme, ku mirësia nuk është strategji por mbijetesë. Dhe Artani më në fund ishte gati ta bënte këtë zbritje, edhe pa e ditur saktësisht se ku do ta çonte. 3 javë kishin kaluar që nga vizita e Artanit në lagjen e banesave sociale, dhe jeta kishte marrë një ritëm të ri. Besniku vazhdonte të shfaqej çdo ditë, duke e transformuar vilën në një hapësirë të gjallë dhe plot jetë. Lira ishte më e lumtur se kur ndonjëherë në vite, dhe ai vetë filloi të ndjente një ndryshim të brendshëm, sikur po zgjohej nga një gjumë I thellë dhe I mpirë.
Iliri e kishte gjetur hulumtimin e Dërpetritit në arkivat e Universitetit të Tiranës. Ishin 6 kuti plot me fletore të shkruara me dorë, grafik, rezultate testesh, formula kimike të shkaravitura në anët e faqeve. Shefi i departamentit të kërkimit dhe zhvillimit të Basha Parma kishte kaluar 2 javë duke analizuar atë material me ekipin e tij dhe në mëngjesin e asaj të enjteje e thiri Artanin për një mbledhje urgjente. Artani hyri në sallën e konferencave duke pritur lajme të këqija, i përgatitur të dëgjonte se hulumtimi ishte i vjetëruar, i pazbatueshëm, thjesht ëndra romantike e një idealisti. Por shpreja në fytyrën e Ilirit ishte krejtësisht ndryshe nga sa priste. Kishte entuziazëm aty, atë shkëlqimin në sy që kanë shkencëtarët kur zbulojnë diçka vërtet të veçantë. Zoti Basha, filloi Iliri, duke hapur një dosje plot me dokumente, ky hulumtim është i jashtëzakonshëm. Dërpetriti ishte dekada para kohës së tij. Ai kishte identifikuar një kombinim përbërësish që, kur sintetizohen në një mënyrë specifike, mund të trajtonin gjendjet kardiake pediatrike me efikasitet të krahasueshëm me medikamentet aktuale, por me kosto prodhimi drastikisht më të ulët. Artani u ul, me zemrën që i rrite më shpejt. Vazhdo. Kemi bërë simulime paraprake. Nëse arrim ta sintetizojmë këtë formulë në shkallë industriale, mund ta prodhojmë medikamentin për më pak se 20% të kostos aktuale të trajtimeve të disponueshme në treg. Kjo do të thoshte ta bënim të aksesueshëm për popullata që sot thjesht nuk kanë akses në trajtimin e duhur. Dhe funksionon? Formula është e zbatueshme? Do të na duheshin teste klinike të plota, sigurisht, pranoi Iliri. Por bazuar në të dhënat që Dërpetriti ka mbledhur në vetit kimike të përbërësve në literaturën shkencore që ka dalë që atëherë duke konfirmuar premisat e tij, besoj se kemi diçka vërtet revolucionare këtu. Diçka që mund të shpëtonte mijëra jetë. Artani u mbështet në karrige, pesha e atij informacioni duke i rënë mbi supe si një ortej. Në duar kishte diçka që mund të ndryshonte rrënjësisht aksesin në trajtimin shëndetësor për fëmijët nevojtar. Por ai gjithashtu e njihte kompaninë e tij, njihte këshillin administrativ, njihte logjikën e pamëshirshme të tregut farmaceutik. Medikamentet e lira nuk gjeneronin fitimet astronomike që aksionerët prisnin. Hulumtimet për sëmundje që preknin kryesisht popullatat e varfra konsideroheshin investime të këqija. Sa do të kushtonte ta zhvillonim këtë deri në treg, pyeti Artani. Me strukturën që tashmë kemi, duke shfrytëzuar lehtësirat ekzistuese, ndoshta 15 milion lekë fillimisht për testet klinike, plus rreth 20 milion të tjera për të shkallëzuar prodhimin. Është një investim i konsiderueshëm, por krahasuar me projekte të tjera që po zhvillojmë, është modest. Artani bëri llogari të shpejta mendore. 35 milion lekë ishte një fraksion i buxhetit vjetor të kërkimit të Basha Parma. Ata shpenzonin më shumë se kaq duke zhvilluar variacione kozmetike të medikamenteve ekzistuese vetëm për të zgjatur patentat dhe për të ruajtur marzhet e fitimit. Por e dinte gjithashtu se Këshilli kur nuk do të miratonte një investim në diçka që nuk premtonte kthime stratosferike. Përgatit një prezantim të plot, udhëzoi Artani. Dua të gjitha të dhënat, të gjitha parashikimet, gjithçka që na duhet për të justifikuar këtë projekt. Do ta çoj këtë në Këshill. Iliri hezitoi. Zotëri, me gjithë respektin, Këshilli ka refuzuar sistematikisht çdo propozim që nuk plotëson indekset e fitueshmërisë të vendosura. Dhe ky projekt, sado fisnik të jetë, nuk do të gjenerojë kthimet që ata presin. Në rastin më të mirë, do të ishte financiarisht neutral. E di, u përgjigj Artani dhe kishte një vendosmëri të re në zërin e tij. Por prap se prap do të përpiqem. Përgatit prezantimin. Atë pasdite, Artani u kthye në shtëpi më herët, me mendjen që i vlonte nga mundësitë dhe strategjitë. Gjeti Lirën dhe Besnikun në kopsht, të përfshirë në një gjueti thesari të hollësishme që Besniku kishte organizuar. Ata kishin shpërndar gjurmë në përpron dhe Lira komandonte ekspeditën nga karroca e saj, duke dhënë udhëzime si një kapitene që lundronte në dete të panjohura. Artani vëzhgoi për një moment, duke buzëqeshur kur pa të bien kaq të përfshirë, kaq të gjallë. Dhe atëherë i lindi një ide. E thiri Besnikun në mënyrë diskrete, duke i kërkuar të bisedonin privatisht. Besnik, kam nevojë të kërkoj diçka, filloi Artani, duke u gjunjëzuar për të qenë në nivelin e syve të djalit. Ato kutitë e hulumtimit të gjyshit tënd që ruan gjyshja jote. Mendon se ajo do të më jepte hua për një farë kohe?
ka diçka të rëndësishme që duhet të bëj me to. Sytë e besnikut shkëlqyen nga kurioziteti dhe një prekje krenarie. Sigurisht, Zoti Artan. Gjyshja ime gjithmonë thot se puna e gjyshit duhet të ndihmoj njerëzit, jo të mbledh pluhur. Ajo do të ishte e lumtur të dinte se dikush është i interesuar. Artani e falenderoi dhe ran dakord t'i merrte materialet në fundjavë. Por fati kishte plane të tjera. Të nesërmen në mëngjes, një e premte që premtonte të ishte e zakonshme, gjithçka ndryshoi në pak minuta. Artani ishte në një mbledhje me investitor kur celulari i tij vibroi me këmbëngulje. Ai injoroi thirrjet e para, por kur pa se ishin 5 telefonata të njëpasnjëshme nga gëzimi, një rëqetje i përshkoi shtyllën kurrizore. Diçka nuk shkonte. Më falni, u tha investitorëve, duhet ta hap këtë. Është urgjencë. Ai doli nga salla e konferencave dhe ja ktheu telefonatën. Zëri i gëzimit në anën tjetër ishte i tensionuar, i ngarkuar me panik të përmbajtur. Zoti Artan, është nëna ime, Fatimia. I ra të fikët në shtëpi. Jemi në qsut. Mjekët thonë se është zemra e saj. Është serioze. Artani ndjeu tokën të dridhej nën këmbët e tij. Po vi atje tani. Ai anuloi të gjitha mbledhjet e ditës, mori makinën dhe ngau drejt spitalit me shpejtësi të rrezikshme. Qsutja ishte plot si gjithmonë, korridore plot me njerëz që prisnin, erë fort dezinfektanti, ajo atmosferë e rënd vuajtjeje dhe shprese të përzier. Gjeti gëzimin dhe Teutën në sallën e pritjes së kardiologjisë, të dy me shprehje të shkatëruara nga shqetësimi. Si është ajo? Pyeti Artani, duke i vënë një dorë mbështetëse në shpatull gëzimin. Stabile tani, por mjekët thanë se ka pasur një aritmi kardiake të rëndë. Zemra e saj është shumë e dobët. Gëzimi kaloi dorën në përfytyrë duke u përpjekur të përmbante emocionet. Ata duhet të bëjnë ekzaminime më të detajuara, por tashmë kanë folur për medikamente afatgjata, ndoshta kirurgji në të ardhmen. Një mjeke e re u afrua, e veshur me bluzë të bardhë dhe duke mbajtur një blok shënimesh. Ajo u prezantua si Dura Anisa Konomi, kardiologia përgjegjëse për rastin. Gjendja e zonjës Fatime kërkon trajtim të menjëhershëm, shpjegoi ajo, me tonin profesional, por jo të pandjeshëm. Ajo ka kardiomiopati të zgjeruar në stad të avancuar. Duhet të fillojmë një protokoll medikamentos specifik për të stabilizuar funksionin kardiak dhe për të parandaluar episode të ardhshme. Cilin medikament? Pyeti Artani, megjithse një pjesë e tij tashmë e dinte përgjigjen. Durekonomi konsultoi bllokun e saj. Kardiomat Plus është më efikasi për gjendjen e saj. Fatkeqësisht, është një medikament me kosto të lartë, jo i rimbursueshëm plotësisht nga sistemi shëndetësor publik. Trajtimi mujor do të ishte rreth 300.000 lekë. Artani pa fytyrën e gëzimit të zbehej. 300.000 lekë ishte ndoshta gjysma e rrogës së tij, ndoshta më shumë. Me qiran, faturat, ushimin, nuk kishte si ta përballonte atë kosto çdo muaj. Kardiomat Plus, tha Artani ngadalë, prodhohet nga kompania ime. Nga Basha Parma. Pati një heshtje të rëndë. Gëzimi dhe Teuta e pan Artanin me një përzierje shprese dhe sikleti. Durekonomi ngriti vetullat, e habitur. Në këtë rast, ndoshta ju mund të ndihmoni, tha ajo me kujdes. Kjo është pikërisht lloji i situatës ku aksesi në medikamente bëhet çështje jete a vdekjeje. Artani ndjeu peshën e ironive të shumta t'i binin mbi supe si çekiç. Ai kontrollonte kompaninë që prodhonte medikamentin që mund të shpëtonte jetën e gruas që i kishte treguar atij kuptimin e vërtetë të mirësisë. E njëjta kompani që vendoste çmime që e bënin atë medikament të parritshëm për njerëz si Fatimia. E njëjta kompani që refuzonte hulumtime që mund të krijonin alternativa më të lira sepse nuk gjeneronin fitime të mjaftueshme. Do të kujdesem unë për këtë, tha Artani me zërin të vendosur. Zonja Fatime do të ketë të gjithë trajtimin e nevojshëm, pa asnjë kosto për familjen. Do ta rregulloj personalisht. Zoti Artan, filloi gëzimi, qartësisht në siklet, ne nuk mund të pranojmë lëmosh. Nuk është lëmosh, e ndërpreu Artani. Është minimumi që mund të bëj për një grua që ka qenë kaq e rëndësishme për vajzën time dhe për mua. Dhe përveç kësaj, shtoi ai, duke e parë drejtë në sy gëzimin, është gjëja e duhur për t'u bërë. Në javët që pasuan, ndërsa Fatimia merrte veten ngadalë në shtëpi me trajtimin e siguruar nga Artani, diçka brenda tij filloi të vlonte.
Ai shite numrat në raportet e kompanisë dhe ata merrnin një kuptim të ri. Çdo përqindje fitimi e rritur do të thoshte familje që nuk arrinin të blinin medikamente. Çdo bonus i majm i shpërndar drejtuesve do të thoshte njerëz që vdisnin nga mungesa e aksesit në trajtim. Artani filloi të bënte pyetje të sikletshme në mbledhje. Vuri në dyshim pse Kardiomax Plus kushtonte kaq shumë kur kostot e prodhimit ishin një fraksion i çmimit të shitjes. Pyeti pse nuk investonin në medikamente për sëmundje të neglizhuara që preknin miliona njerëz të varfër. Sfidoi logjikën e shpenzimit të pasurive në marketingun e medikamenteve për disfunksionin erektil, ndërsa fëmijët vdisnin nga mungesa e aksesit në antibiotik bazë. Përgjigjet ishin gjithmonë të njëjta. Përgjegjësi fiduciare ndaj aksionerëve. Nevoja për të ruajtur marzhe konkurruese. Realiteti i tregut farmaceutik. Fjalë boshe që përpiqeshin të justifikonin të pajustifikueshmen. Ishte atëherë që Artani mori vendimin më radikal të jetës së tij profesionale. Ai thiri një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Administrativ të Bashap Harma, të caktuar për një të hënë me shi të nëntorit. Kaloi fundjavën duke përgatitur një prezantim që e dinte se do të pritej me shok, zemërim dhe rezistencë të ashpër. Në mëngjesin e mbledhjes, Artani arriti herët në zyrën qendrore të kompanisë, një ndërtesë xhami dhe qeliku në zemër të Tiranës. Salla e këshillit ishte madhështore, me një tryez të madhe druri, karrige lëkure italiane, ekrane të teknologjisë së fundit për prezantime. 12 antar të këshillit ishin të pranishëm, burra dhe gra me kostume të patëmeta, portofole milionere, shprehje të dikujt që ishte mësuar të kontrollonte perandori. Artani e filloi prezantimin e tij duke treguar numrat e zakonshëm. Fitimet në rritje, zgjerimi ndërkombëtar i suksesshëm, produkte të reja në zhvillim. Këshilli dëgjonte me miratim, duke pohuar me kënaqësi. Por pastaj ai ndryshoi drejtim. Megjithatë, filloi Artani, zëri i tij duke bërë jehon nëpër sallë, dua të propozoj një ndryshim themelor në drejtimin e kësaj kompanie. Dua të rimendojmë misionin ton, vlerat tona, qëllimin ton. Ai projektoi në ekran hulumtimin e Duropetritit, shpjegoi potencialin e tij revolucionar, tregoi parashikimet e Ilirit. Foli për miliona fëmijë që mund të kishin akses në trajtim kardiak nëse medikamenti do të zhvillohej dhe do të ofrohej me çmime të përballueshme. Salla ishte në heshtje, por Artani mund ta ndjente tensionin duke u rritur. Dhe atëherë ai prezantoi atë që e dinte se do të ishte bomba. Propozoi që Bashap Harma të investoj 35 milion lekë në zhvillimin e këtij medikamenti. Më shumë se kaq, propozoi që të ulim çmimet e medikamenteve tona thelbësore me 40%, duke i bërë ato të aksesueshme për popullatat me të ardhurat të ulta. Propozoi krijimin e një fondi social që do të ofrojë medikamente falas për ata që nuk mund të paguajnë. Dhe propozoi që të ridrejtojmë 20% të buxhetit ton të marketingut drejt hulumtimit të sëmundjeve të neglizhuara. Shpërthimi i reagimeve ishte i menjëhershëm. Genc Mullai, aksioneri kryesor minoritar, një burr 60 vjeçar me një shprehje përjetësisht të irrituar, ishte i pari që foli. Artan, a e ke humbur plotësisht arsyen? Kjo do të ishte vetvrasje korporative. Fitimet tona do të binin, aksionet tona do të shembeshin, do të na gëlltiste konkurrenca. Antar të tjerë të këshillit ju bashkuan korit të kundërshtimeve. Anila, përfaqësuesja e investitorëve institucional, foli për përgjegjësitë ligjore ndaj aksionerëve. Kastrioti, nga departamenti financiar, paraqiti parashikime katastrofike humbjesh. Luani, veterani i industrisë farmaceutike, e quajti propozimin naiv dhe të papërgjegjshëm. Artani i la të flisnin, duke përthithur çdo kritik, çdo argument, çdo sulm. Dhe atëherë, kur stuhia u qetësua për një moment, ai u përgjigj. Ju keni të drejtë, tha ai, duke i habitur të gjithë. Nga pikpamja thjesht financiare, ky propozim do të ulte fitimet tona në afat të shkurtër. Por unë pyes, për çfarë shërben një kompani? Për të pasuruar një grush drejtuesish dhe investitorësh? Apo për të përmbushur një qëllim që shkon përtej numrave në një bilanc tremujor? Ai eci drejt dritares, duke parë qytetin aty poshtë, miliona njerëz që luftonin për të mbijetuar, shumë prej tyre pa akses në medikamentet që prodhonte kompania e tij. Kam njohur së fundmi një familje, vazhdoi Artani. Një familje e thjeshtë që jeton në një apartament të vogël, që punon fort çdo ditë për rroga modeste.
Dhe ata më mësuan diçka që të gjitha shkollat e biznesit që kam ndjekur, të gjitha seminaret e leadershipit ku kam marrë pjesë, kur nuk arritën të ma mësonin. Ata më mësuan se vlera e vërtet nuk matet me zero në llogarinë bankare, por me ndikimin pozitiv që shkaktojmë në jetët e të tjerëve. Kjo është shumë e bukur, Artan, e ndërpreu Genci me tonin e tij për buzës. Por ne nuk jemi një ujëqë. Jemi një kompani me përgjegjësi financiare. Dhe nëse unë them, u përgjigj Artani, zëri i tij duke u ulur por duke mbajtur peshë, se mund t'i kemi të dyja? Se mund të jemi fitimprurës dëhre etik? Se mund të rritemi dëhre të ndihmojmë njerëzit? Studimet tregojnë se kompanitë me angazhim të fortë social shpesh i tejkalojnë konkurrentët e tyre në afat të gjallë. Krijojnë besnikëri ndaj markës, tërheqin talentet më të mira, fitojnë respekt publik. Ai projektoi slide të reja, duke treguar shembuj të kompanive që kishin adoptuar modele socialisht të përgjegjshme dhe kishin prosperuar. Por mund të shihte në fytyrat përreth tryezës se shumica nuk ishin të bindur. Për ta, kjo ishte idealizëm i rrezikshëm, një fantazi që kërcënonte pasuri të themeluara. Votimi u thirr. Propozimi i Artanit për të transformuar drejtimin e kompanisë kishte nevojë për 2/3 e votave për t'u miratuar. Rezultati ishte dërmues. 10 vota kundër, vetëm 2 pro. Propozimi u refuzua. Por Artani nuk u dorëzua. Gjatë javëve në vijim, ai vazhdoi të bënte presion, duke caktuar takime individuale me çdo antar të këshillit, duke u përpjekur t'i binte një nga një. Filloi të shihej si problematik, tepër idealist, duke humbur kontaktin me realitetin e biznesit. Genc Mullai filloi një fushat të heshtur por efektive për ta minuar. Biseda në korridore, emaile që qarkullonin mes antarëve të këshillit, artikuj të porositur në blogje financiare që vinin në dyshim leadershipin e Artanit. Kishte përshpërima se ndoshta ishte koha për ta zëvendësuar, për të sjellë dikë më të fokusuar te rezultatet financiare, më pak të shpërqendruar nga çështjet sociale. Artani ndjeu tokën të zhdukej nën këmbët e tij. Ai e kishte ndërtuar atë kompani nga e para, duke e transformuar nga një operacion modest rajonal në një fuqi kombëtare. Por tani, për herë të parë, përballej me mundësinë reale për ta humbur, jo për paftësi apo dështim tregu, por sepse guxoi të sugjeronte se paraja nuk duhet të ishte i vetmi qëllim. Në shtëpi, ai ndau zhgënjimet e tij me lirën gjatë darkës. Vajza, tani 8 vjeç por me mençuri përtej moshës së saj, dëgjoi me vëmendje ndërsa ai ati fliste për dilema etike, përgjegjësi korporative, çmimin e të pasurit ndërgjegje në një botë të qeverisur nga fitimet. Babi, tha Lira kur ai mbaroi, e mban mend atë historinë që më tregoi besniku? Për gjyshen e tij që i mësonte se ne duhet të mbjellim lule mirësie edhe nëse nuk jemi këtu për t'i parë ato të rriten? Artani pohoi me kokë, kurioz se ku donte të dilte e bija. Unë mendoj se ti po mbjell lule, babi. Dhe ndoshta njerëzit ende nuk arrin t'i shohin, por një ditë ato do të rriten dhe të gjithë do të mund t'i shijojnë. Edhe nëse ti nuk je më aty për t'i parë. Ato fjalë, të thëna me sinqeritetin e pastër të një fëmije, e prekën Artanin thellësisht. Ai kuptoi se e bija kishte mësuar nga besniku mësime që ai vetë ende po luftonte t'i përvetsonte. Dhe vendosi se pavarësisht kostos personale, ai do të vazhdonte të luftonte për atë që ishte e drejtë. Por këshilli nuk ishte i gatshëm të priste që lulet të rriteshin. Në një mbledhje urgjente të thirrur për një të premte pasdite, Genci paraqiti një mocion mosbesimi kundër Artanit. Citoi devijim të fokusit, vendime të dyshimta, komprometim të rentabilitetit të kompanisë. Votimi u caktua për javën pasardhëse. Artani doli nga ajo mbledhje duke e ditur se ishte gati të humbiste gjithçka. Pozicionin e tij, kompaninë e tij, perandorinë që kishte ndërtuar. Dhe një pjesë e tij pyeste veten nëse ja vlente vërtet, nëse një njeri i vetëm mund të bënte vërtet ndryshim kundër një sistemi kaq të rrënjosur. Atë natë, ai vizitoi Fatimen në apartamentin e saj. Zonja po merrte veten mirë me trajtimin, e ulur në koltukun e saj të preferuar, duke thurur një shall shumë ngjyresh. Kur Artani i tregoi për situatën e tij, për luftën që po bënte dhe ishte gati ta humbiste, ajo ndaloi së thururi dhe e pa me ata sy të thellë që dukej se shinin përtej sipërfaqeve. Burri im thoshte gjithmonë, foli Fatimja, zëri i saj i butë por i vendosur, se të bësh të drejtën rrallë është e lehtë dhe shpesh ka një kosto. Por kostoja e mosbërjes së të drejtës është gjithmonë më e madhe, edhe nëse ne e kuptojmë këtë vetëm më vonë. Ajo e mori dorën e Artanit mes të sajave, me kallo dhe të ngrohta.
Ti po bën atë që do të kishte bërë Petriti. Ponderon ëndrrën e tij. Dhe pavarësisht se çfarë ndodh, kjo ka vlerë. Ka gjithmonë vlerë. Artani u largua nga aty me zemër të rënduar por të vendosur. Betejë finale po afrohej dhe ai nuk e dinte nëse do të fitonte. Por e dinte se duhej të luftonte, sepse disa gjëra vlejnë më shumë se fitimet dhe pozicionet korporative. Disa gjëra vlejnë gjithçka. Mëngjesi i së hënës që do të vendoste fatin e Artanit zbardhi i vrenjtur mbi Tiranë, me ato re të rënda që kërcënojnë shi por hezitojnë të bien. Artani u zgjua herët pas një nate me gjumë të çrregull, plot ëndra të fragmentuara dhe zgjime të papritura. Veshur kostumin e tij më të mirë, një armaturë prej cope të hollë dhe prerjeje të patëmet, megjithse e dinte se nuk do të bënte asnjë ndryshim. Nuk ishte çështje pamjeje, por parimesh, dhe ai kishte mësuar se parimet rrallë janë popullore në botën e biznesit. Para se të dilte, kaloi nga dhoma e lirës. Vajza ishte zgjuar, e ulur në krevat me disa libra të shpërndar përreth, duke studiuar për një provim. Kur pa të atin në derë, fytyra e saj u ndriçua, por kishte shqetësim në sytë e saj. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte ajo ditë. Gjithçka do të shkojë mirë, babi, tha ajo, me atë siguri që vetëm fëmijët mund ta kenë. Ti po bën gjën e duhur. E drejta gjithmonë fiton në fund. Artani hyri dhe i puthi ballin së bijës, duke e mbajtur atë moment, atë pastërti besimi. Shpresoj të kesh të drejtë, princesha ime. Shpresoj shumë. Mbledhja ishte caktuar për në orën 10 të mëngjesit. Artani arriti gjysmë ore më herët duke gjetur sallën e këshillit tashmë të përgatitur, me ujë mineral dhe kafe të vendosura në tavolinat anësore, ekranin e madh të gatshëm për prezantime. Pak nga pak, anëtarët e këshillit filluan të mbërrinin, fytyrat e tyre me kujdes neutrale, disa duke shmangur vështrimin e Artanit, të tjerë duke e përshëndetur me atë mirësjellje të ftohtë të dikujt që e di se është gati të ekzekutojë dikë. Genc Mullaj arriti i fundit duke mbajtur një dosje të trash dhe një shprehje kënaqësie të fshehur me vështirësi. Ai e kishte provuar atë moment, kishte përgatitur çdo argument, kishte mbledhur çdo provë që do të dëshmonte se Artani kishte humbur fokusin, kishte komprometuar kompaninë, kishte tradhtuar besimin e aksionerëve. Mbledhja filloi me formalitete protokollare. Proces verbali i mbledhjes së mëparshme, çështje administrative të vogla, lloji i burokracisë që i paraprin ngjarjeve të mëdha. Dhe atëherë Genci kërkoi fjalën. Zonja dhe zotërin, filloi ai, duke u ngritur për të folur sikur të ishte në një gjykatë, jemi këtu për të diskutuar diçka jashtëzakonisht serioze. Leadershipi i kësaj kompanie, që e kemi ndërtuar së bashku përgjatë dekadave, po komprometohet nga vendime të dyshimta dhe një ndryshim radikal dhe i pakërkuar i drejtimit. Ai filloi të rendiste. Mbledhjet ku Artani kishte vënë në dyshim politikat e vendosura të çmimeve. Propozimet që kishte bërë pa konsultim paraprak me këshillin. Përfshirjen personale me një familje me të ardhura të ulta që, sipas fjalëve të Gencit, kishte komprometuar objektivitetin e tij profesional. Dhe së fundi, propozimin radikal për të riorientuar të gjithë kompaninë bazuar në sentimentalizëm në vend të dhënave konkrete të tregut. Artan, tha Genci, duke u kthyer për ta përballur drejt për drejt, ne e respektojmë kontributin tënd në këtë kompani. Por është e qartë se ke humbur perspektivën e nevojshme për ta udhëhequr. Për këtë arsye, paraqes formalisht një mocion për shkarkimin tënd nga posti i drejtorit ekzekutiv, me efekt të menjëhershëm. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumb. Artani pa përreth tryezës, duke studiuar çdo fytyrë, çdo shprehje. Kishte siklet aty, pa dyshim. Disa anëtar qartësisht ndiheshin në konflikt. Por kishte edhe vendosmëri. Bota e biznesit nuk kishte vend për ndërgjegje, ose të paktën kështu besonin ata. Artani ishte gati të ngrihej për të bërë mbrojtjen e tij kur dëgjoi një zhurmë në derë. Të gjithë u kthyen për të parë se çfarë ishte, dhe ajo që pan e la sallën për një moment të paralizuar. Besniku ishte në derë, i veshur me rrobat e tij më të mira, një këmishë pak të madhe që ndoshta ishte e të atit, pantallona shkolle të hekurosura me kujdes dhe këpucë të lustruara që shkëlqenin në dritën fluoreshente. Pranë tij, në karrocën e saj, ishte Lira, e veshur me një fustan të bukur dhe një xhaketë që e bënte të dukej më e rritur, më serioze. Pas tyre, drita mbante disa kuti dhe pranë saj ishte Duranisa Konomi, kardiologjia e spitalit. Më falni që ndërhyj, tha besniku, zëri i tij duke u dridhur lehtë por çuditërisht i vendosur, por emri im është Besnik Kola, dhe kjo është shoqja ime Lira.
Ne kemi ardhur të flasim për gjyshin tim, Petrit Kola. Çfarë është kjo, Artan? Shpërtheu Genci, qartësisht i zemëruar. Ke sjell fëmijë në një mbledhje këshilli? Kjo është skandaloze. Unë nuk kam sjell askënd, u përgjigj Artani, po aq i habitur. Por mendoj se duhet të dëgjojmë se çfarë kanë për të thënë. Anila, gjithmonë më diplomatike e këshillit, bëri shenjë që vizitorët të hynin. Në rregull. Le t'i dëgjojmë. Por jini të shkurtër. Besniku hyri duke shtyr karrocën e lirës, i ndjekur nga drita me kutit dhe nga mjekja. Artani kuptoi se ato ishin kutit e hulumtimit të Petritit. Iliri duhet t'i kishte çuar në spital që ekonomi t'i ekzaminonte, dhe në një farë mënyre fëmijët kishin zbuluar për mbledhjen dhe kishin vendosur të ndërhynin. Gjyshi im, filloi Besniku, dhe tani zëri i tij ishte më i fortë, ja kushtoi gjithë jetën përpjekjes për të ndihmuar fëmijët e sëmurë. Ai nuk ishte i pasur, nuk kishte laborator të sofistikuar, por kishte një zemër të madhe dhe një mendje të shkëlqyer. Ai besonte se çdo fëmijë meritonte të jetonte, pavarësisht se sa para kishin prindërit e tyre. Djali bëri një pauzë, duke parë përreth sallës, sytë e tij duke takuar shkurtimisht ata të çdo antari të këshillit. Artani pa kur disa prej tyre e shmangën vështrimin, në siklet nën atë vëzhgim të pafajshëm por depërtues. Gjyshja ime gati vdiq para disa javësh, vazhdoi Besniku. Ajo kishte nevojë për një ilaç që familja jon nuk mund ta paguante. Por Zoti Artan, ai ndihmoi. Ai e dha ilaçin falas, edhe pa na njohur mirë. Dhe e dini pse? Sepse ai kuptoi diçka që gjyshi im thoshte gjithmonë. Që të shpëtosh jetë nuk është biznes, është detyrë. Fjalët mbetën pezull në ajër, të thjeshta por shkatëruese në të vërtetën e tyre. Genci filloi të protestonte, por Anila e heshti me një gjest. Ekonomi bëri një hap përpara. Nëse më lejoni, do të doja të shtoja diçka nga një perspektivë mjekësore. Ajo hapi dosjen që mbante. Kam kaluar 2 javët e fundit duke rishikuar hulumtimin e Petritit me një ekip specialistësh. Ajo që ky njeri ka zhvilluar është vërtet revolucionare. Me testet e duhura, ky medikament mund të transformonte trajtimin kardiak pediatrik, duke e bërë atë të aksesueshëm për miliona fëmijë që sot nuk kanë opsione. Por çështja nuk është vetëm shkencore, vazhdoi ajo. Është etike. Si mjeke, shoh çdo ditë familje të shkatëruara sepse nuk mund të paguajnë për trajtimet që u duhen fëmijëve të tyre. Shoh fëmijë që mund të shpëtoheshin por nuk shpëtohen, jo nga mungesa e njohurive mjekësore, por nga mungesa e aksesit. Dhe kur një kompani ka fuqinë ta ndryshojë këtë, ka gjithashtu përgjegjësinë morale për ta bërë. Genci ishte dukshëm i irrituar tani. Me gjithë respektin, doktoresh, por ne nuk jemi një institucion bamirësie. Kemi aksioner, detyrime ligjore. Ishte atëherë që Lira foli, zëri i saj i qartë dhe i vendosur. Para aksidentit tim, unë kisha shumë miq. Ose të paktën kështu mendoja. Por kur mbeta në karrocë, të gjithë u zhdukën. Ata kishin justifikime, gjithmonë kishin, por e vërteta është se ata u larguan sepse unë isha ndryshe, sepse kisha nevojë për kujdes të veçantë, sepse nuk ishte e përshtatshme të ishe miku im. Ajo bëri një pauzë, duke parë drejt për drejt Gencin. Por Besniku, ai u shfaq kur askush tjetër nuk u shfaq. Ati nuk i bëri përshtypje karroca ime. Ai thjesht pa një vajzë që kishte nevojë për një mik. Dhe e dini se çfarë më ka mësuar babai im që atëherë? Që vlera e vërtetë e një personi apo e një kompanie nuk qëndron në atë se sa fiton, por në atë se sa kujdeset. Artani ndjeu lotët t'i digjinin sytë. E bia e tij 8 vjeçare po u jepte një leksion etike burrave dhe grave 40, 50, 60 vjeçar, njerëzve që kishin ndërtuar pasuri por kishin harruar si të ishin njerëzor. Besniku bëri edhe një hap përpara. Gjyshja ime gjithmonë thot një gjë. Ajo thot se ne duhet të mbjellim lule mirësie, edhe nëse nuk jemi këtu për t'i parë ato të rriten. Gjyshi im i mbolli këto lule. Ai punoi vite e vite në një hulumtim që nuk do ta bënte të pasur, por që do të ndihmonte shumë njerëz. Dhe ai vdiq para se ta përfundonte. Por lulet janë ende këtu, në këto kuti, duke pritur dik me guxim të mjaftueshëm për t'i bërë ato të rriten. Djali pa Artanin dhe kishte krenarin në atë vështrim. Zoti Artan, ai e ka këtë guxim. Ai është i gatshëm të humbas gjithçka për të bërë të drejtën. Dhe ju, vështrimi i Besnikut për shkoj sallën, do ta lini ta bëj këtë vetëm?
Apo do të ndihmoni të mbillni lule edhe ju? Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga e mëparshmja. Nuk ishte më një heshtje tensioni apo sikleti, por reflektimi të thellë. Artani pa kur diçka ndryshoi në shprehjet përreth tryezës. Anila kishte sytë e përlotur. Kastrioti ishte dukshëm i tronditur. Edhe Genci dukej se kishte humbur një pjesë të arrogancës së tij luftarake. Anila ishte e para që foli. Unë kam një mbes. Ajo është 5 vjeç. Duke parë lirën tani, pyes veten se çfarë lloj bote po ndërtojmë për të, një botë ku vetëm të pasurit mbijetojnë? Ku fitimi vlen më shumë se jetët? Kastrioti ju bashkua asaj. Hyra në këtë industri 30 vjet më parë sepse doja të ndihmoja njerëzit. Diku gjatë rrugës e harrova këtë. Humba nga syt arsyen pse fillova. Një nga një, antarët e këshillit filluan të flisnin, duke ndarë dyshimet e tyre, konfliktet e tyre të brendshme mes detyrimeve financiare dhe ndërgjegjes morale. Jo të gjithë ndryshuan pozicion, Genci mbeti i palëkundur në kundërshtimin e tij, ashtu si 2 antarë të tjerë më konservator. Por diçka themelore kishte ndryshuar në atmosferën e sallës. Kur më në fund erdhi koha për të votuar, rezultati ishte ndryshe nga sa pritej. 7 vota për të mbajtur Artanin si drejtor ekzekutiv dhe për të zbatuar propozimet e tij, 5 kundër. Marzhi ishte i ngushtë, por i mjaftueshëm. Artani ndjeu këmbët t'i dridheshin nga lehtësimi. Por më shumë se lehtësim, ndjeu një mirënjohje të thellë. Jo vetëm sepse kishte ruajtur postin e tij, por sepse kishte dëshmuar diçka të jashtëzakonshme. 2 fëmijë me pafajësinë dhe qartësinë e tyre morale kishin bërë atë që ai vetëm nuk do të arrinte. Kishin prekur zemra të ngurtësuara nga lakmia, kishin mbjell fara ndërgjegjeje në tokë të thatë. Genci doli nga mbledhja i zemëruar duke përplasur derën. Disa nga antarët që votuan kundër gjithashtu dolën shpejt, qartësisht në siklet. Por të tjerët mbetën duke ju afruar besnikut dhe lirës, duke dashur të dinin më shumë për hulumtimin, për historinë e Durrëpetritit, se si mund të ndihmonin. Në javët që pasuan, Basha Parma kaloi një transformim radikal. Artani krijoi një departament të tërë të dedikuar medikamenteve të përballueshme, me buxhet bujar dhe autonomi për të marrë vendime të bazuara në ndikimin social në vend të vetëm fitimit. Hulumtimi i Durrëpetritit u ble zyrtarisht nga familja Kola për një vlerë të drejtë dhe testet klinike filluan menjëherë. Çmimet e medikamenteve thelbësore u ulën progresivisht, duke filluar me një ulje prej 20% dhe me plane për të ulur edhe më tej ndërsa kompania optimizonte operacionet e saj. U krijua një fond social duke ofruar trajtime falas për familjet me nevojë të vërtetuar. Dhe kompania filloi të investonte fuqishëm në sëmundje të neglizhuara që preknin kryesisht popullatat e varfra. Reagimet ishin të përziera. Disa analistë tregu kritikuan ndryshimet duke parashikuar rënje të aksioneve dhe humbje të konkurrueshmërisë. Disa aksionerë shitën pjesët e tyre, të pakënaqur me drejtimin e ri. Genci dhe antar të tjerë të këshillit që kishin votuar kundër përfundimisht dhanë dorëheqjen, të paaftë për të pranuar transformimin. Por ndodhi diçka e habitshme. Historia e ndryshimit në Basha Parma u bë virale në media. Gazeta, faqe interneti, programe televizive filluan të mbulonin transformimin e një kompanie farmaceutike që kishte zgjedhur njerëzit mbi fitime. Imazhi publik i kompanisë u përmirësua në mënyrë drastike. Konsumatorët filluan të zgjidhnin medikamentet e Basha Parma specifikisht për shkak të praktikave të saj etike. Talente të shkëlqyera, veçanërisht studiues të rinj idealist, filluan të kërkonin kompaninë për të punuar. Dhe 6 muaj pas mbledhjes fatidike, diçka edhe më e habitshme. Fitimet jo vetëm që ishin ruajtur, por ishin rritur. Besnikëria ndaj markës, publiciteti pozitiv, ulja e shpenzimeve të tepërta në marketing agresiv, të gjitha kontribuan në një performancë financiare që habiti edhe skeptikët më të mëdhenj. Artani ishte në zyrën e tij një pasdite të premteje kur Iliri trokiti në derë, duke mbajtur një dosje plot me dokumente. Rezultatet e testeve klinike paraprake të medikamentit të bazuar në hulumtimin e Durrëpetritit ishin gati. Zoti Basha, tha Iliri, dhe kishte emocion të sinqert në zërin e tij, funksionoi. Medikamenti jo vetëm që funksionon, por i tejkalon pritshmërinë. Nëse arrim miratimin rregullator dhe nuk shoh arsye pse të mos e arrijmë, do të jemi gati për prodhim masiv në 18 muaj.
Dhe kostoja, ai bëri një pauzë duke buzëqeshur, do të jetë më pak se 15% e asaj që kushtojnë trajtimet aktuale. Artani mbylli syt duke e lënë atë informacion të depërtonte. Mira, ndoshta miliona fëmijë do të kishin akses në trajtim që më parë ishte i pamundur. Ëndra e Petrit e ruajtur në kuti për vite me radhë, më në fund do të bëhej realitet. Atë natë, Artani organizoi një darkë të veçantë në vilë. Ftoi Fatimen, Gëzimin, Teutën dhe Besnikun. Drita përgatiti një banket duke përzier pjatat e sofistikuara që Artani vlerësonte me recetat shtëpiake që kishte mësuar nga Fatimja. Tryeza e madhe e dhomës së ngrënies, që zakonisht qëndronte e zbrazët dhe madhështore, tani ishte plot jetë, të qeshura, biseda të gjalla. Gjatë ëmbëlsirës, Artani ngriti një dolli. Për 2 fëmijë të jashtëzakonshëm, tha ai, duke parë Besnikun dhe Lirën, që më mësuan se guximi nuk ka të bëjë me pushtetin apo parat, por me bërjen e gjës së duhur edhe kur është e vështirë. Dhe për Petritin, ai ngriti gotën drejt Fatimes, trashëgimia e të cilit do të vazhdoj të shpëtoj jetë për breza të tërë. Fatimja, me lot që i rridhnin në për fytyrën e rrudhur, u përgjigj. Petriti im gjithmonë thoshte se suksesi i vërtet nuk është ajo që grumbullojmë për vete, por ajo që lëm pas që e përmirëson botën. Ajo e pa Artanin me mirënjohje të thellë. Ti po e bën burrin tim krenar. Kudo që të jetë, ai po buzëqesh. Pas darkës, ndërsa të rriturit bisedonin në dhomë, Besniku dhe Lira shkuan në dhomën e saj. Ishin ulur pranë dritares duke parë qytetin e ndriçuar poshtë, kur Besniku nxori një letër të palosur nga xhepi. E bëra këtë për ty, tha ai, duke ia dhënë Lirës. Është certifikata jote e shoqes më të mirë në botë. Lira e hapi letrën dhe pa një vizatim të hollësishëm, me anë të dekoruara me yje dhe zemra, dhe në qendër, e shkruar me kujdes, certifikat zyrtare e shoqes më të mirë, i jepet Lira Bashës për të qenë guximtare, e sjellshme dhe e mrekullueshme. Në nënshkruar, Besnik Kola, shoku më i mirë. Ajo e mbajti letrën në gjoks, duke buzëqeshur. Do ta ruaj këtë për gjithmonë. Bashkë me kornizën që më dhe për ditëlindje. Do t'i ruaj të gjitha kujtimet se si ti ma ndryshove jetën. Unë nuk ndryshova asgjë, protestoi Besniku. Unë thjesht u shfaqa në një fesë. Ti u shfaqe kur askush tjetër nuk u shfaq, e korrigjoi Lira. Ti më pe mua kur të gjithë shinin vetëm karrocën. Ti ishe miku im kur mendoja se kur më nuk do të kisha miq. Kjo ndryshoi gjithçka. Besniku buzëqeshi, atë buzëqeshje që ndriçonte gjithçka përreth. Gjyshja ime kishte të drejtë atëherë. Për lulet e mirësisë. Ne i mbjellim dhe ato rriten në vende që as nuk i imagjinojmë. Rriten vërtet, ra dakord Lira. Dhe do të vazhdojnë të rriten. Për shkak të gjyshit tënd, të babait tim, të gjithë neve. Do të lëm një kopsht të tërë pas. 6 muaj pas asaj darke, Besniku arriti në vilë me dëftesën e tij të shkollës. Ishte në ekstaz, pothuajse duke kërcyer nga gëzimi. Nota maksimale në të gjitha lëndët, veçanërisht në shkencë. Ai ja tregoi Lirës me krenari. Do të bëhem shkencëtar, deklaroi ai. Si gjyshi im. Do të hulumtoj gjëra që ndihmojnë njerëzit. Do të bëj ndryshim në botë. Ti tashmë po bën ndryshim, tha Lira, duke buzëqeshur. Ti tashmë e ke ndryshuar botën. Të paktën, e ke ndryshuar botën time. Artani, duke vëzhguar 2 fëmijët nga dera e dhomës, ndjeu zemrën t'i mbushej plot. Ai mendoi për gjithçka që kishte ndodhur që nga ajo festë e zbrazët ditëlindjeje. Se si një djalë i thjesht, me zemrën e tij të pastër dhe praninë e tij të pa pretendime, kishte katalizuar një transformim që ai kur nuk do ta kishte imagjinuar të mundur. Kompania po lulëzonte në mënyra që shkonin shumë përtej numrave në bilance. Ata ishin bërë lider jo vetëm në inovacionin farmaceutik, por në përgjegjësinë sociale korporative. Kompani të tjera filluan të ndiqnin shembullin, duke kuptuar se etika dhe fitimi nuk ishin reciprokisht ekskluzive. Medikamenti i bazuar në hulumtimin e Petritit ishte në fazën përfundimtare të miratimit dhe parashikimet tregonin se mund të përfitonin më shumë se gjysmë milioni fëmijë në vitin e parë të shpërndarjes. Por më shumë se numrat, më shumë se çmimet e përgjegjësisë sociale që filluan të mbërrinin, më shumë se artikujt lavdërues në shtyp, ajo që kishte rëndësi për Artanin ishte ajo që shihte në atë moment. E bia e tij, që kishte kaluar kaq shumë vuajtje, kaq e izoluar dhe e vetmuar, tani qeshte lirshëm, e sigurt dhe e dashur.
Dhe një djalë që lehtësisht mund të ishte bërë thjesht një tjetër statistik varfërie, tani kishte horizonte të pakufizuara, ëndra ambicioze, potencial që po ushqej. Atë natë, pasi besniku shkoi në shtëpi dhe lira fjeti, Artani qëndroi përsëri te dritarja e dhomës së tij, duke parë qytetin. Por këtë herë nuk ndjeu zbrazëtinë e mëparshme. Ndjeu lidhje. Ndjeu qëllim. Ndjeu se jeta e tij më në fund kishte kuptim që shkonte përtej arritjeve materiale. Ai mendoi për një frazë që Fatimia kishte ndarë me të, diçka që Petriti thoshte shpesh. Trashëgimia e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë që ndërton për vete, por në atë që lë për të tjerët. Dhe Artani më në fund e kuptoi këtë në një nivel të thellë, visceral. Trashëgimia e tij nuk do të ishte vila në Kodër, apo aksionet e kompanisë, apo pasuria e grumbulluar. Do të ishte lira, duke u rritur e fortë dhe e sigurt pavarësisht vështirësive. Do të ishte besniku, duke pasur të gjitha mundësitë për të realizuar ëndrat e tij. Do të ishte çdo fëmijë që do të merrte trajtim që më parë ishte i paarritshëm. Do të ishte çdo familje që nuk do të duhej të zgjidhte mes blerjes së ushqimit dhe blerjes së ilaçeve. Do të ishte transformimi i një industrie të tërë, një hap i vogël në të njëjtën kohë. Dhe gjithçka kishte filluar me një zgjedhje të thjeshtë. Zgjedhjen për t'i hapur derën një djali të panjohur që ishte shfaqur në një festë. Zgjedhjen për të parë përtej paraqitjeve, përtej klasave sociale, përtej barrierave që shoqëria ndërton. Zgjedhjen për të besuar se mirësia ka rëndësi, se empatia ka vlerë, se të bësh të drejtën ja vlen çdo kosto. Artani buzëqeshi natës së Tiranës, dritave që vezullonin si yje toksore, botës plot sfida, por edhe mundësi të pafundme. Dhe në heshtje bëri një premtim. Jo vetëm për veten, por për lirën, për besnikun, për Fatimen, për Petritin, për të gjithë njerëzit jetët e të cilëve ai kishte fuqinë t'i prekte. Do të vazhdonte të mbillte lule mirësie. Çdo ditë, në të gjitha mënyrat e mundshme. Sepse tani ai e kuptonte se ky ishte qëllimi i vërtet i të pasurit pushtet, i të pasurit burime, i të pasurit mundësi. Nuk ishte të grumbulloje më shumë, por të jepje më shumë. Nuk ishte të ndërtoje mure më të larta, por ura më të gjera. Nuk ishte të ndaheshe nga pjesa tjetër e njerëzimit, por të lidheshe më thellë me të. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, nëse të gjithë njerëzit me pushtet do të bënin zgjedhje të ngjashme, bota mund të bëhej lloji i kopshtit që të gjithë meritonin të banonin. Një kopsht i mbjell nga shumë duar, i kujdesur nga shumë zemra, ku lulet e mirësisë do të rriteshin në bollëk të mjaftueshëm për të gjithë. Ai transformimi i një vajze të harruar, i një djali të thjeshtë dhe i një babai të humbur ishte bërë diçka shumë më e madhe. Ishte bërë një histori për fuqinë transformuese të empatisë, për forcën revolucionare të përfshirjes, për aftësinë njerëzore për të zgjedhur mirësinë edhe kur është e vështirë, veçanërisht kur është e vështirë. Dhe si të gjitha historitë e mëdha, kjo nuk kishte vërtet një fund. Ishte vetëm një fillim. Fillimi i kopshteve që mbilleshin në zemrat anë mban botës. Fillimi i një mënyre të re për të kuptuar suksesin. Fillimi i rilidhjes me atë që vërtet ka rëndësi në ekzistencën njerëzore. Sepse në fund, ne të gjithë jemi pjesë e së njëjtës histori. Të pasur apo të varfër, të fuqishëm apo të thjeshtë, në karroca apo duke ecur, të gjithë ndajmë të njëjtën nevojë themelore. Nevojën për të dashur dhe për t'u dashur. Për të pasur rëndësi dhe për të bërë ndryshim. Për të mbjell lule që do të vazhdojnë të rriten shumë kohë pasi ne të jemi larguar, duke e zbukuruar botën për ata që do të vinë më pas. Dhe kjo, Artani tani e dinte me siguri absolute, ishte e vetmja gjë që vërtet ja vlente. E vetmja gjë që e bënte jetën vërtet të jetuar. E vetmja gjë që, në fund të fundit, do të kishte vërtet rëndësi.